dhe të ushqesh thot bashkëshorten me dorën tënde dhe për këtë thot Zoti ta konsideron ty si sadaka. Pejgamberi alayhi salatu wassalam teksta na flet se si duhet të jetë besimtari duke orientuar, thot badiru bil a'mal, nxitoni në vepra, në veprimin e punëve të mira, para se t'ju kaplojnë sprovat, sikurse errësira e natës. Pra hallet, problemet, sprovat e ndryshme vinë një pas një, ai sa zymtohet njeriu komplet, sikurse errësira e natës. E sheh thot se si personi agon besimtar dhe ngryset i kundër të rujnë e Zot, apo ngryset besimtar dhe agon jo besimtar, duke e shitur atë fena ati me qëllimet kësaj bote të papërfillshme. Gjithçka domethënë nga favoret e kësaj dynjaje. Ne si besimtarë jetojmë për Allahun xhelle xhelalu, veprojmë për Zotin. E gjithë jeta jonë duhet të jetë një jetë i qëllimi vetëm për Zotin e gjithësisë. Edhe në shijimin e mirësive të ndryshme, me pas përsynim Allahun xhelle xhelalu, edhe në punën tonë, edhe në veprat tonë, edhe në ushqimin tonë, edhe në sadakan, në gjithë shka, në ndihmën që i ofron tjetrit, në orientimin apo këshillën të cilën i jep tjetrit, në kohën që mund t'i kushtosh dikujt, të gjithën këtë duhet synosh Allahun. Wa ma taj'alu fi imra'atika sadaqa. Dhe të ushqesh thot bashkëshorten me dorën tënde dhe për këtë thot Zoti ta konsideron ty si sadaka. Që kjo çfarë do të ishte një veprim domethënë midis bashkëshortëve shumë normal. Mirë po synon Allahun kë. Me këtë vepër kë po synon? Po synon atë i cili shpërblen me pakufi. E vogla ka Allahu, e ka shpërblimin shumë fish, të pakrahasuar.